Parashikime optimiste nga guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slaveski. Sipas asaj që deklaroi për revistën Ekonomia dhe Biznesi, Slaveski pret që rritja ekonomike në vitin 2026 të jetë gati 4%. Sipas tij, investimet publike në infrastrukturën rrugore dhe kurrëdhore, si dhe projektet infrastrukturore në nivel lokal, do të kenë rol të rëndësishëm në mbështetjen e rritjes ekonomike. Ekonomia vendore deri më tani tregon rezistencë relative ndaj rreziqeve globale dhe do të shënojë rrimëkëmbje solide edhe në periudhën në vijim. Këto trende pozitive priten edhe këtë vit, së bashku me rrimëkëmbjen graduale të ekonomive të partnerëve tanë më të rëndësishëm tregtar, si dhe me realizimin e përshpejtuar të investimeve infrastrukturore në vend. Parashikime optimiste ka dhe për inflacionin. Guvernatori pret që këtë vit inflacioni të ketë trend rënës dhe të arrijë mesataren historike prej 2%. Inflacioni do të ndjek një trajektore të përshtatjes rënëse dhe pritet që këtë vit të ulet në 2,5%, pas së cilës gradualisht do kthehet në mesatarën e tij historike prej rreth 2%. Disa ditë më parë, Mickoski deklaroi se inflacioni sillet rreth 4%, por dhe ai pret që të bjerë. Pa mislim дека околу 4% ќе се движи годишната инфлација. Тоа го зборуваме веќе со месеци. И тоа што ние го правиме се зачестени контроли на државниот пазарен инспекторат, зачестени контроли на Комисията за заштита на конкуренција. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, Banka Popullore projektoi se vitin 2025 do ta përfundojë me inflacion vjetor rreth 3,9%, ndërsa për vitin 2026 pritjet ishin që ai të shqetësohet dhe të jetë diku rreth 2,5%.